Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po takohemi sërish së bashku, këtë herë për të sjellur pranë jush një histori shumë të ndjerë, një histori të paimagjinueshme por shumë të bukur. Kur Zoti e cakton një gjë, ne nuk mund të ikim asaj gjëje. Dhe kur Zoti ka vendosur që ne të kuptojmë një të vërtetë, ne do ta kuptojmë atë të vërtetën në të gjitha format. Unë gjithmonë kam besuar se jeta ka mënyrën e saj të çuditshme për të na vënë përballë vetes. Ndonjëherë ajo që duket si rastësi është në të vërtetë një copës e vogël e një fati shumë më të madh se sa mund ta parafytyrojmë. Dhe unë këtë e mësova, në mënyrën më të papritur, kur zbulova se Kunata ishte motra ime. Jam shqiptare, por prej disa vitesh jetoj në Francë. Jeta jashtë vendit nuk është e lehtë, por është e mbushur me mundësi, dhe sidomos me njerëz që nuk i prisje kur të bëhen pjesë e jetës tënde. Kështu ndodhi edhe me burrin tim, një shqiptar po ashtu, që ma vodhi zemrën qysh në takimin e parë. U dashuruam, u martuam, edhe shumë shpejt fillova të krijoja një lidhje të ngushtë me kunatën time, gruan e vllaut tim. Ishte një nga ato marrëdhënie të ralla. E kupton menjëherë kur e ke përballë një njeri që nuk është thjesht kunata, por një shpirt që të kupton, të dëgjon, të mbështet pa fjalë të tepërta. Ne ishim si motra, e thoshim shpesh me buzëqeshje, si kur të kishim qenë në vërtet motra, pa e ditur që ne ishim. Babi im kishte vdekur pak vite më parë, në moshën 60 vjeçare. Një njeri i heshtur, i mbyllur që s'donte të fliste shumë për të kaluarën. E dija që kishte pasur një jetë të vështirë, por kur nuk ma kishte përmendur se kishte qenë i martuar më parë. Nëna ime nuk dinte asnjë gjë. Ai kishte mbajtur të kaluarën e tij si një kapitull të kyçur, dhe ajo e dashuruar dhe e besuar nuk e kishte bërë kur këtë pyetje. Një ditë të zakonshme, isha te shtëpia e kunatës sime. Po flisnim për jetën, për familjet tona, për fëmijërinë. Ajo mori një kuti të vjetër me letra dhe kujtime që i kishte marrë nga Shqipëria, pas vdekjes së nënës së saj. E ndërsa shfletonim copëzat të jetës, një letër ra mes nesh. Letra ishte e vjetër, letra e babait të saj, dhe me fjalitë e para, zemra ime ndaloi. Kam 2 vajza, ty dhe atë tjetrën, që nuk e nje akoma. Ju jeni gjaku im, 2 zemrat e mia që nuk mund t'i mbaja bashkë në këtë jetë. Por ndoshta një ditë do t'a gjeni njëra tjetrën. Aty ndaloi koha për ne të dyja. Asnjëra nuk foli për disa minuta. Lotët nuk kishin nevojë më për sqarim. Ajo më pa në sy, unë e kapa dorën, gjithçka kishte kuptim. E ndjenim që ishim më shumë se thjesht kunata, ishim motra. Gjaku im na kishte folur para se ne ta dinim vetë këtë gjë. Nëna ime u trondit, u shokua. Nuk mund ta besonte që kishte ndarë jetën me një burr që kishte mbajtur një sekret kaq të madh. Edhe nëna e motrës sime kishte jetuar me plagë dhe pyetje pa përgjigje. Asnjëra prej tyre nuk kishte faj. Vetëm jeta kishte zgjedhur të luante me ne. Pas shumë netëve me lotë e heshtje, me pyetje pa përgjigje, me ndjenja të përziera, dhimbje e mirënjohje, ne vendosëm të mos lejojmë që e shkuara të na ndaj. Ne zgjodhëm njëra tjetrën, zgjodhëm të jemi motra. Jo thjesht nga gjaku, por nga dashuria që kishim ndërtuar pa e ditur.
Ndonjëherë fati të vjen si stuhi, po ndonjëherë edhe si përqafimi një motre që nuk e dije që ekzistonte. Sot e shoh motrën time në sy dhe e di, ajo është një dhuratë që më erdhi në mënyrën më të pabesueshme. E kam në krah si kunat, por në shpirt si motër. Dhe kur fëmijët tanë rriten, do t'ua tregojmë këtë histori, për t'i mësuar se jeta është e mbushur me mistere, por dashuria dhe e vërteta gjithmonë gjen rrugën e tyre për të na bashkuar. Dhe më pas, rrëfimi fillon shumë i ndjerë. Unë jam një grua shqiptare që jeton prej disa vitesh në Francë. Kam ardhur këtu me shumë ëndra, por mbi të gjitha me zemrën plot kujtime nga vendlindja ime. Dhe nga një baba që sot nuk jeton më. Ai ishte një burr i qetë, i mbyllur në vetvete. Një njeri që rrallë fliste për të kaluarën. Na rriti me ndershmëri, por edhe me heshtje. Dhe atë heshtje unë nuk e kuptova kur, derisa një ditë ajo heshtje u bë zë. Jeta ime ndryshoi kur u dashurova me një djalë shqiptar këtu në Francë. U martuam dhe si çdo grua u afrova shumë me punatën time, gruan e vllaut tim. Tani këtë që po e lexoj është rrëfimi i historisë detale. Ajo ishte ëmbël e dashur dhe shumë shpejt u bë më shumë se thjesht kunata. U bëm shoqe të zemrës, ku ne e thoshim gjithmonë me të qeshur, sikur vërtet të ishim motra. Por fati kishte bërë plane të tjera. Na e kishte dhënë njëra tjetrën, jo thjesht si kunata, por si motra. Motra nga i njëjti gjak. Një ditë në shtëpinë e saj, ndërsa po shfletonim letra të vjetra të babait të saj, gjetëm një letër që ndryshoi gjithçka. Ishte letra e një burri që e dinte se kishte dy vajza. Njëra bie grua së parë, tjetra bie grua së dytë. Të dyja të rritura pa e ditur njëra tjetrën. Të dyja lart njëra tjetrës, por me një lidhje që askush s'mund ta fshihte përgjithmonë. Lotët rrithnin në heshtje. Sytë tanë u mbushën me të vërtetën. Ishim motra. Baba ynë ishte i njëjti, dhe ai për arsyet e tij kishte zgjedhur të mos fliste kurrë. As nëna ime nuk e dinte se ai kishte qenë i martuar më parë. As nëna e saj nuk e dinte që kishte një bie tjetër në këtë botë. Ishin dy gra, dy nëna tona, të mashtruara nga heshtja e një burri që ndoshta kishte frikë nga e vërteta. Por dashuria jon, lidhja jon kishte lindur përpara se ne ta dinim këtë. Ishte natyrshme, e sinqertë, e thellë dhe kur mori formën e së vërtetës, u bë edhe më e fuqishme. Ne vendosëm të mos qanim më për të kaluarën. Vendosëm ta falnim heshtjen e babait dhe ta mirëkuptojmë pafajësinë e nënave. Dhe ta përqafojmë njëra tjetrën si motra të vërteta, të ndara nga jeta por të bashkuara nga Zoti. Sot kur e shoh në sy motrën time, ndjej një forcë që se shpjegon dot logjika. Fëmijët tanë rriten bashkë, ne jemi jo vetëm kunata, por dy gjisma në të njëjtën zemër të ndarë nga koha, por i bashkuar nga fati. Kjo është historia ime, një histori që do të doja ta dinin të gjithë, ata që besojnë se e vërteta nuk del kur në dritë, sepse ajo gjithmonë gjen një rrugë, edhe pas vitesh, edhe pas dhimbjes, edhe pas një letre të haruar në një kuti të vjetër. Unë e gjeta motrën time kur nuk e prisja, dhe atë ditë nuk jam djerë kur më e vetme.